politike që ka qenë e mbështetur gjithnjë nga francezët, pasi francezët e kanë pasur Libanin gjatë gjithë kohës. Libanin modern, po flasim modern atë Libanin, sepse Libanin e kanë krijuar është Vaso Pasha, është krijuesi i Libanit dhe guvernatori i parë i Libanit i vendosur nga Perandoria Osmane. E qartë. Ta themi, pra, është krijesë e shqiptarëve, Libani nuk është krijesë e askujt tjetër. Ti jemi korrekt me historinë. Dhe në momentin që i krijon këtë, pra arrin t'i uli këto palë në tavolinë, atëherë do që të fusi një përçarje dhe sepse i intereson që të fusi një luftë të brendshme në Liban. Aktualisht pjesa më e madhe e politikës libane kanë kuptuar këtë dhe nuk po pranojnë dhe bëjnë presion presidentit libanes që të mos pranojnë asnjë moment të ulet në tavolinë me Izraelin, qoftë edhe në Shtëpinë e Bardhë, siç po pretendon Trumpi që ta bëj. Sepse në rast se do ndodhte kjo, atë do të ndodhte një luftë civile sërish në vend. Lufta civile në Liban do interesonte sërish Izraelit si interesoi në vitin 1980, kur Libani ishte në luftë civile dhe Izraeli hyri dhe e mbajti të pushtuar Libanin e Jugut deri në vitin 1990 kur e çliroi Hezbollahu. E qartë. Pra kjo është ajo çfarë atë në vitin 2000, falni, kur e çliroi Hezbollahu, se në 2000 e çliroi Hezbollahu. Pra nga 82 deri në 2000 e mbajti të pushtuar. Dhe e mbajti pushtuar sepse ishte në luftë civile. Dhe intereson ta rifusi sërish në këtë luftë civile, duke futur Libanin në luftë civile. Atëherë Hezbollahu është i detyruar të angazhohet në dy fronte. Të angazhohet edhe në frontin izraelit, po edhe në frontin e brendshëm. Dhe në këtë mënyrë ka më kollaj për ta mundur Hezbollahun. Pra këtë lojë po bën. Kjo është arsyeja që po më ndodh dhe po jep vetes të kohë 5 ditë, mund të japë edhe 5 ditë tjera, edhe 2 javë të tjera, pra nuk është çudi. Që ta shtoj vetëm që ta arrijë që ta të bëjë 3 javë lexova aty te Izraela jo. Po sepse po thash po mundohet të gjejnë këtë pra më shumë i kam dhënë rëndësi dhe po japin këtë shtyrja fati për shkak të kësaj çështjes Libanit, sesa për çështjen e ardhjes, sepse ardhja e forcave ato janë nisur pra sot janë dalur në brigjet e Afrikës së Jugut për 2-3 ditë vinë, për 4, për 5 dhe një, pra nuk është diçka që po përgatitet për të ardhur. Pra ajo është nisur, është rrugës, mos mbrin sot do mbrin nesër, nuk ka shumë rëndësi. E qartë. Rëndësi më e madhe ka kjo pjesa tjetër sepse e ndan frontin dhe duke ndarë këtë frontin, automatikisht ja shkëput si përkrahje këtë aleat Iranit dhe në këtë moment Hezbollahu do të jetë i detyruar që të luftojë për mbijetesën e vet dhe jo më edhe në konceptin strategjik të luftës të Iranit. Po, nga ana tjetër nëse Hezbollahu është aty, Izraeli do t'i duhet që të absolutisht pikërisht, pra kjo është ideja që po bëhet kjo shtys. Kjo është për ta shkputur derisa të vim aty. Ndërkohë Dritan Hormuzi është kthyer në një, le të themi, aren skenash grabitjeje anijesh, qoftë nga të dyja palët. Ktu jemi tek pamjet e lëshuara nga garda revolucionare ku një anije dhe këto janë ushtar iranian që kanë hyrë dhe nuk e di se e kujt është kjo anije dhe në kuptimin që se kujt i përket si shtet. Ishte një anije franceze, një anije italiane dhe një anije greke. Çfarë do të thotë? Atëre bllokimi këtyre anijeve, këto 3 anijet kanë tentuar të kalojnë në ngushtisën e Hormuzit pa leje të gardës revolucionare, që ka përcaktuar që askush nuk kalon pa lejen tonë. Dhe janë bllokuar, sekuestruar në ujërat territoriale iraniane dhe ankoruar pastaj në portet iraniane. Pavarësisht kësaj, kemi një përgjigje në këtë moment kemi një përgjigje simetrike me metoda asimetrike. Pse them përgjigje simetrike? Sepse Amerika ka bllokuar 3 anije iraniane në ujërat ndërkombëtare. Dhe menjëherë Irani është kundërpërgjigjur duke bllokuar 3 anije të tjera ndërkombëtare në ujërat e veta kombëtare. Pra, përgjigjja është simetrike. Ti mblokon 3, unë do bllokoj 3. Mënyra është asimetrike, sepse mënyra asimetrike, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bllokuar anijet me anë të fregatave, kurse Irani kanë bllokuar me anë të një flote të vogël, quhet flota një flotë që përket gardës revolucionare, flotë detare që përket gardës revolucionare dhe që përbëhet nga anijet nga varka të vogla ose skafe të vogla, të cilat njihen edhe si flota myshkonj. Po. Flota e mushkonjave. Flota e mushkonjave. Pra, mënyra e bërjes është asimetrike, por përgjigjja është simetrike. Pra, për këtë arsye janë ndaluar edhe këto 3 anije. Ka patur një reagim menjëhershëm të presidentit Trump dje për këto. Pavarësisht asaj, reagimet e Trumpit nuk është se kanë ndonjë vlerë për Iranin. Pra, Irani po i përgjigjet Trumpit kokë në kokë në këtë aspekt. Plus edhe këto varka të vogla, këto motoskafe të vogla, të shpejta, janë përdorur tashmë për të shoqëruar dhe Irani për të shoqëruar edhe anije të tjera për të hyrë në territorin iranian. Dhe vetëm dje ka pasur 2 anije, të cilat janë pritur nga këto njësi të vogla, që shihim nga këto varga, një sasi e madhe vargash
kanë qenë diku të rreth mbi 30-40 varga të tilla. I kanë takuar anijet në ujërat ndërkombëtare në detin e Omanit dhe prej aty kanë shoqëruar ato për të hyrë në territorin iranian duke i pamundësuar flotës detare amerikane për t'i bllokuar këto anije. Pra i kanë shoqëruar. Po i kanë shoqëruar. Po dje ka ndodhur për herë të parë, nuk e di a do të ndodhin vazhdim, po dje ka ndodhur. Pra janë shoqëruar këto anije me këto për të kaluar për të hyrë që duke pamundësuar flotën amerikane që t'i bllokonte këto anije në detin e Omanit. Si pamundëson, nuk kanë flota amerikane. Do të kemi një parasysh atëherë, shikoni, këto janë anijet atëherë. Një luftanije është sa gjysma kësaj anijes të madhe që ju e shihni. Po. Kurse ju e pas sa ishte madhësia e një mushkojnë. Pra ideja është raport me atë. Në këtë aspekt i bie që ti të vrasësh një mishkoj me çekiç. Pra kjo është koncepti. A mund ta vrasësh një mishkoj me çekiç? Me qartë. Pra këtu është gjithë problemi. Pa Shtetet Bashkuara e Amerikës kanë me luftania është çekiç. Kjo është një mishkoj. Ti me çekiç nuk e vret dot luftan, nuk e vret dot këtë mishkonjën. Me qartë. Duke kur është vetëm një si punë kësaj ti mund ta sulmosh sepse ke topa, ke artilleri kundër që e sulmon. Por ama kur këto bëhen 30, 40, 50 dhe sulmojnë në disa drejtime. Se sulmohet nga këto? Absolutisht, nga këto është një flotë dhe ti sulmon. Pra siç është e zëm se kjo është luftania. Po. Pra, tashmë këto bëhen 30, 40 anije. Në rast se ti e sulmon nga njëra anë, normalisht të gjithë arsenali që ka në këtë anije, arsenali i mbrojtjes kundërajrore, i mbrojtjes godet edhe me topa, me gjitha godet këto anije të vogla. Këto varga të vogla në një drejtim. Po në rast se këto të sulmojnë ty në të gjithë drejtimet, në gjithë perimetrin. Atëherë që orientohet sistemi dhe sistemi nuk mundet më të godasi. Dhe këto varga janë të shpejta, shecin në 130 km/h. 130 km/h. Dhe janë të pajisura me artilleri kundërajrore, pra me topa 12.5 mm edhe 14.5 mm, plus kanë të pajisur me shtratë e lëshimit dronësh, pra mund të lëshojnë dron kamikaz nga këto, dhe siç e shihni kanë edhe artilleri që ato që shihni. Ajo sipër çfarë është dritan? Kjo është mitrajoz 12.7 mm. Po. Kurse kjo është artilleri raketore e drejt kundër anijeve. Pra lëshon raketa të vogla kundër anijeve, të padrejtuara. Në aspektin që këto e kanë distancën diku të rreth nga 35 deri në 70 km. Dhe këto lëshohen. Pra siç e shihni nga 35 km këto mund godasin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pra kjo ka 11, lëshon 11 raketa me njëherë. Këto që në raketa, por në fakt janë si punë atyre predhave të artillerisë. Por në aspektin detar këto marrin konceptin e raketës, sepse janë më të gjata dhe ikin drejt dhe godasin objektivin. Pra, secila nga këto mund të lëshojë 11 të tilla njëkohësisht. Dhe në rast se ti ke 30 varga të tilla që godasin luftanije në 360 gradë, janë 300. Atëherë me 300 të tilla ti luftanija në shkataron. Pra nuk ka kapacitet luftanija që të përballet me këto. Prandaj kundërpërgjigjja është në formë asimetrike. Dhe kjo është ideja e një lufte guerrile detare. Pra lufta guerrile, kur ti sulmon me forca guerrile toksore, ti sulmon me grupe të vogla në disa drejtime armikun. Duke orientuar atë, duke shkataruar atë, duke i dhënë pamundësinë e mbrojtjes. E njëjta gjë që funksionon në tokë, pra grupe të vogla, kjo funksionon në det. Pra lufta guerrile nga toksore janë kanë shndruar në detare tashmë. Pa është një strategji, nuk është një pamundësi. Është strategji e luftës guerrile dhe strategji e aplikuar në det. E qartë. Unë mendova thash këto janë ato që i kanë mbetur. Jo, Irani atëherë kjo flot i përket gardës revolucionare dhe jo forcave detare iraniane. Dhe kjo flot është krijuar në vitin 1191. Është krijuar nga garda revolucionare në vitin 1191 gjatë luftës atëherë me Irakun dhe me Iranin. Kishin një problem, ata ishte dhënë të thënë, po në 91 pati një problem me çështjen që quhej lufta e cisternave. Dhe secila palë ose i mbyste ose i kapte cisternat njëra tjetrës, Iraku ose Irani. Dhe në atë kohë garda revolucionare e krijoi këtë flotë për të kapur cisternat. Cisternat irakiane që kalonin në gjirin e Hormuzit dhe këto derisa pastaj ndërhyrën Shtetet Bashkuara e Amerikës dhe i shoqëronin ato cisternat me flotën e tyre dhe nuk pati më ndërhyrje të tillë. Sepse në atëherë Irani nuk ishte në kapacitet që të bënte lufte me Amerikën dhe nuk u tërhoq. Aktualisht Irani ka ndërtuar këtë dhe e ka avancuar këtë për asaj kohe dhe i përkas vetëm gardës revolucionare. Mendohet që të ketë minimalja 1500 të tilla. Varga të tilla, pra motoskafe të tilla, pavarësisht se numri është më i madh, pra që Irani ka ndërtuar të njohura
të ditura 45 baza të tilla nën-toksore që mbajnë këto, të cilat mund të lëshohen për 4 deri 5 minuta dalin në det. Janë në gjendje gatishmërie. Për 4-5 minuta dalin në det. Mund të lëshojnë 150 copë një herë në det, për 4 deri 5 minuta. Dhe këto nuk janë dëmtuar fare nga bombardimi, sepse këto qëndrojnë nëpër tunele të groposura dhe nuk ka asnjë dëmtim te këto. Presidenti Trump pretendon që flota Presidenti Trump ka dëmtuar dhe ka shruar flotën detare. Flota detare iraniane ka qenë një flotë më shumë ceremoniale dhe ceremonie, nuk ka se Irani nuk ka pasur as flotë detare në aspektin e flotës detare të konceptit që kanë Amerika ose që kanë vende të tjera që kanë një flotë fuqishme dhe të përgatitur me doktrinë të posaçme luftarake në det. Irani nuk e ka këtë dhe nuk e ka pasur ndonjëherë këtë. Pra flotën e ka pasur më shumë ceremoniale dhe propagandistike për treguar që kemi një flotë por që nuk hynten punë për asgjë. Pra realiteti nuk ka pasur asnjë lloj kapaciteti. Ajo çfarë e përbën? Flotën detare e rëndësishme që ka fuqi luftarake është kjo, që i përket gardës revolucionare. Dhe rrin nëpër tunele? Po, rrin nëpër tunele në të gjithë gjirin e Hormuzit, në të gjithë gjirin persik, të është bërë deri poshtë ka 45 baza të identifikuara. Mendohet që ka edhe më tepër, ku këto hyn direkt, nga ujë hyn direkt në bazë dhe ti nuk e bombardon dot bazën sepse është shumë Po. Ja, shtrihen nga këtu, pra shtrihen nga këtu. Nga këtu lart. Edhe ja gjithë saj deri në Bandar Abbas, deri këtu poshtë. Janë 45 baza të identifikuara. Sepse duke kemi parasysh me përjashtim vetëm të kësaj pjesës tu, që nuk është koralore dhe nuk është shkëmbore. Gjithë pjesa tjetër e bregdetit iranian, të gjirit është shkëmbor. E qartë. Dhe ka mundësi që ti të ndërtosh bazën këtu. Dhe nuk ka tuar baza ushtarake, detare siç është ajo e Shëngjin, siç kemi ne në Shëngjin, që janë tunele që hyn drejt në det. Që s'ke çaj bën. S'ke çaj bën. Pra këto janë dhe si do që të godasësh. Kanë hyrje të vogla dhe këto dalin dhe të lëshojnë dhe për këto, prandaj këto e bllokojnë. Dhe kjo është flota që e mban të bllokuar totalisht ngushticën e Hormuzit dhe nuk e ç'i bën. Kam edhe një foto aty regjia të një varke tjetër me një raketë që nëse është e mundur, është edhe një tjetër se ja kjo Dritan, apo këto janë thjesht luftanie. Edhe këto, nuk është luftanie, edhe kjo edhe kjo i përket Iranit, por nuk hyn te ato që janë myshkone, pra janë më të larta. Okej. Jo, mendova për këto raketat. Jo. Po me silure janë të pajisura ato? Jo, nuk janë të pajisura me silure, sepse ato bëjnë vetëm goditje në lart mbi ujë, pa jo nën tokë në ujë. Plus, por kanë edhe, mendohet që këto janë të pajisura secila nga këto varkat, nga këto motoskafet, ka 3 deri 4 veta personel dhe mundohet që ka edhe armë krau kundërajrore, të cilat mund të përdoren njëkohësisht edhe për goditjen e anijeve në largësi. Qoftë 4-5 kilometra larg. Ndërkohë, Dritan, diskutohet që këto përdoren edhe për të lëshuar mina, paktën këto kohët e fundit po flitet për mina që po lëshohen nga Irani për të bllokuar apo për të penguar udhëtimin në ngushticën e Hormuzit. Dhe këto ditë sikur është shpeshtuar, ky është shefi shtabeve Kane, i cili pak a shumë po njofton që këto janë minat që janë vendosur. Aktualisht lëshimi i minave nuk mund të bëhet nga këto varkat vogla. Pra, varet edhe nga lloji i minës që do bësh, por kryesisht nuk mendohet që bëhet nga këto varkat vogla. Nuk ka asnjë të verifikuar që ka mina në ngushticën e Hormuzit të hedhura, pra ajo çfarë kalon tashmë, sepse është e pak verifikuar, sepse anijet kalojnë, pavarësisht se iranianët kanë vendosur një rrugë kalimi të posaçme. Ka një rrugë kalimi të vendosur nga iranianët. Kjo nuk do të thotë patjetër që ka mina, mund edhe të ketë, mund edhe mos ketë. Deri tash nuk është verifikuar asnjë lloj pra që të ketë ndodhur një shpërthim ose një diçka tjetër që të kenë shkaktuar të. Iranianët nuk është se kanë deklaruar që kanë vendosur e kanë minuar ngushticën e Hormuzit. Unë nuk besoj që e kanë minuar ngushticën e Hormuzit, sepse pjesa e minuar ose do të përkiste pjesës Omanit ose do të përkiste pjesës Emiratëve Bashkuara. Dhe në rast se do të përkiste Emiratëve Bashkuara, atëherë kjo pavarësisht kërkesave të tilla, duke qenë se është një territor, ujërat, një pjesë janë ujëra ndërkombëtare dhe një pjesë janë ujërat territoriale që përkasin vendeve, atëherë në këtë moment do të kishim një angazhim të këtyre vendeve, një kërkesë specifike me prova të veçanta në Këshillin e Sigurimit. Nuk kemi asnjë gjë të tillë në Këshillin e Sigurimit, kemi vetëm disa deklarata politike nga shefi i shtabeve të përgjithshme të ushtrisë amerikane dhe nga presidenti Trump, dhe asnjë veprimtari tjetër që të përcaktojë qartësisht ose që të tregojë që
me të vërtet ka kështu të tilla ose janë, pra, nëse do të kishim me vërtet, pra në rast se do ndodhte një shpërthim, do të shpërthente një anije, do të goditej një anije dhe ka pasur anije që kanë tentuar të kalojnë edhe në korridore të papërcaktuara nga garda revolucionare dhe kanë hyrë, pastaj kur kanë dalë këto varkat e vogla dhe i kanë prerë rrugën, janë kthyer sërish për atë fakti që ato kanë kaluar në korridore të papërcaktuara, tregon që nuk ka mina, është fakt, se po të kishte mina në këto korridore të papërcaktuara, domethënë që kjo anije do shpërthente, por nuk ka pasur shpërthime deri më tash. Ndërkohë, regjia, kam aty edhe një foto. Ja, kështu jemi. Okej, të falenderoj edhe për këtë. Korridoret e përcaktuara janë këto të kuqet. Korridoret e përcaktuara. Këto janë ujrat territoriale të Iranit, ta theksojmë. Edhe kjo. Korridoret e papërcaktuara që janë këto. Dhe po të shihni, në momentin që u vendos, për shembull, po të shihni në internet, në momentin që u vendos pamje satelitore që u vendos ky lloj, ta themi anëpushim, një pjesë anijeve ulçuan për të kaluar edhe këtej. Dhe kur u ndërprej para pushimi pas disa orash, u kthyen sërish mbrapa. Dhe kishte që u kthyen këtej, po edhe që lëvizën këtu. Pra fakti që lëvizën në këtë, sepse mendohet që kjo pjesë këtu është e minuar, por fakti që anijet kanë lëvizur këtu. Dhe në rast se mendoni, edhe anijet amerikane, dy luftanije amerikane tentuan të hynin këtu. Dhe u bllokuan këtu diku. Pra në rast se do të kishte mina, atëherë mina do të kishin këtu. Dhe edhe anijet amerikane do të kishin prerë minave. E qartë. Pra nuk ran prej. Pra më shumë. Pra është propagandistike për treguar dhe për të ngritur idenë se Irani ka minuar ujra territoriale dhe ujra ndërkombëtare dhe minimi ujra ndërkombëtare për bën shkelje të konventave të Këshillit të Sigurimit dhe ta çojnë këtë gjë në Këshill të Sigurimit në mënyrë që ta angazhojnë një vendim të Këshillit të Sigurimit në një luftë totale të gjithë botës kundër Iranit. Pra po mundohen të ngrenë sepse nga që janë të paaft të arrijnë atë çfarë mundën vetë, çfarë donin të arrijnë vetë. Tashmë duan të angazhojnë gjithë pjesën e botës në mënyrë të Këshillit të Sigurimit dhe po krijojnë këtë idenë e minave këtu. Pra, minat zëvendësojnë armët e shkatrimit në masë në Irak, dhe çdo gjë tjetër që kanë përdorur në aspektin propagandistik për të krijuar këtë ide. Por fakti që ka pasur lëvizje tregon që nuk ka pasur mina. E qartë. Ndërkohë, regjia, kam aty edhe një foto që është marrë nga sateliti të lëvizjeve të atyre varkave të flotës mushkojnë, nëse është e mundur, se tani më kujtua që është pamje nga sateliti nga lart dhe edhe e lidh këtë me ato që thot Dritani që në mënyrën se si vinë ato vinë në mënyrë shumë 35-50 copë, 100 copë është e pamundur që ti përballosh. Është një foto jeshile, por gjithsesi ndërkohë që regjia e kërkon atë, kjo është. Kjo, pra shiko. Kjo është marrë nga sateliti. Po, është marrë nga sateliti para 2 ditësh. Pra këtu janë diku mendoj se janë 35 copë, pra 35 të tilla, të lëshuara. Në këtë nuk ka kapacitet askush që t'i ndaloj. Pra një luftani është e pamundur t'i ndaloj këtë. Dhe kjo Dritan shkon për Absolutisht. Dhe kjo me fjalë në rast se një flotë e tillë sulmon një luftanie, nuk po them që të gjitha do të mbrin. Mjafton të mbrin vetëm 3 copë. Vetëm 3 mbrin nga këto. Vetëm 3 të mbrin nga këto dhe luftanien e nxjerrin jashtë luftimit. Nuk do të them që e fundosin, por e nxjerrin jashtë luftimit. Po si ta shpjegojmë këtë deklaratën e Trump që goditini kudo që t'i shihni, domthonë Shiko, Trumpi, mos u merrni me deklaratat e Trumpit. Unë kam thënë dhe po e them sërish, mos u merrni me deklaratat e Trumpit, nuk ka haberin nga asnjë gjë. Pra Trumpi është një showman. Dhe po bën rolin e prestigjatorit. Pra po mundohet të tërheqë vëmendjen për diçka tjetër. Çdo lloj deklarate ka për të tërhequr vëmendjen, për asnjë gjë tjetër. Realiteti është në terren nuk mundesh ti godasësh. Është për shkak të. Siç e thash, ideja është një çekiç edhe mund të vrisin një bishkonjë. Ndërkohë, Dritan, Financial Times sot që blokada në ngushticën e Hormuzit po kolapson. Afërsisht 34 cisterna iraniane kanë kaluar blokadën me 19 anije që kanë dalë nga gjiri persik, e tjerë se 6 nga këta tankera, nga këto cisterna, po kishin që afërsisht $910 milion revenue. Çfarë po ndodh realisht? Edhe një herë atë foton regjia të ngushticës së Hormuzit. Është e pamundur që të bëjë funksionon blokada sepse blokada nuk po funksionon edhe për arsyeën se shefi i shtabit tha që i shtabeve tha që blokada është në fuqi. Blokada, të shiko, qenia e blokadës në fuqi me funksionimin janë dy gjëra të ndryshme. Pra, qenia e blokadës në fuqi është një vendim të cilin e merr forcat ushtarake dhe komandanti i forcave ushtarake, pra që është presidenti i Republikës Amerikane. Edhe ai merr vendimin që të vendoset një blokadë. Dhe kur ti e firmon si dokumenti hyn në fuqi.
Por kjo nuk do thotë që ky dokument ka hyrë në fuqi dhe kjo blokadë është efektive. Pra merr fuqi në aspektin burokratik. Pra është një vendim burokratik i vendosur që të bëhet kjo blokadë, por blokada nuk ka fuqinë terren ta bëj. E para, amerikanët e kanë lënë, pra anijet kineze nuk bllokohen. Nuk kanë nevojë për asnjë shoqërimi, lejo ty në dalin si të duan. Sepse nuk ka nevojë për këtë, nuk dëshiron të shmanget saj përplasje me Kinën. Edhe pas reagimit kinez, në fillim të kësaj blokade që tha anijet tona nuk mund të bllokohen. Pra kemi një reagim të Ministrisë së Jashtme kineze që thonë që anijet tona nuk mund të bllokohen. Kemi një marrëveshje me Iranin, do ta respektojmë atë. Dhe edhe Trumpi ka thënë që anijet kineze mos bllokohen. Pra anijet kineze hyn e dalin. Gjithashtu edhe anijet ruse hyn e dalin. Edhe anijet ruse dhe kineze hyn e dalin. Tashmë këtu bëhet thah për anijet të tjera. Të regjistruara në vende të ndryshme, anije evropiane, anije të tjera të regjistruara në vende të ndryshme të botës. Dhe atë pastaj hajt ta gjesh a është iraniane apo si iraniane, përket Iranit apo si përket Iranit. Për shembull, dje kemi një vizitë shumë interesante dje në kuadrin e kësaj blokade. Ministri i jashtëm i Koreas së Jugut ka vajtur një vizitë në zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Jugut ka vajtur një vizitë zyrtare në Iran për të biseduar për çështjet e blokadës. Pra që anijet e Koreas së Jugut të lejohet të kalojnë në Irani. Pra vendet po diskutojnë direkt, para se Amerika ka vendosur blokadë, këto po shkojnë po bisedojnë me Iranin, nuk po bisedojnë me Amerikën. Dhe kjo fakt tregon që blokada amerikane nuk funksionon. Sepse po të funksiononte blokada amerikane, atëherë Korea e Jugut nuk ishte pse bisedonte me Iranin për çështjet e anijeve, po bisedonte me Amerikën. Jo, logjikisht po. Prandaj është e pamundur që të funksionojë. Nuk ka kapacitete që të funksionojë. Nuk ka as kapacitete mjetesh që ta bëjë. Ndërkohë Dritan është shkarkuar sekretari i flotës detare nga ana e presidentit Trump. Thuhet që kjo lidhet me faktin që Trump, dhe këto jemi të burimet e pa konfirmuara, që Trump ka kërkuar të marrë në kontroll kodet bërthamore, zotëria në fjalë nuk e ka dhënë sepse duhet ta konfirmonte dhe zotëria në fjalë. Si e vlerëson? Jemi tek burimet pa konfirmuara, që të jemi korrekt. Atë le ta themi shqip, jemi te thashë themet. Thashë themet, po. Jo, për të kuptuar cila është arsyeja e vërtetë. Këto po diskutojnë media, po ne duhet të kuptojmë të vërtetën. Duhet kemi një gjë parasysh. E para kemi të bëjmë me nën sekretarët e mbrojtjes, janë njerëzit më të rëndësishëm në aspektin e mbrojtjes. Sepse është sekretari i mbrojtjes, që është Pete Hegseth, pra që them ministri i mbrojtjes, dhe pastaj janë zëvendësministrat, pra nën sekretarët e mbrojtjes janë zëvendësministrat. Dhe çdo nën sekretar i mbrojtjes drejton, mbulon një forcë caktuar. Pra kemi nën sekretarin e Marinës, që mbron forcat e Marinës, pra përfaqëson ato, kemi nën sekretarin e Armit, që është forcat toksore, nën sekretarin e forcave ajrore. Pra këta tre mbulojnë secilën forcë të veçantë. Dhe kemi edhe nën sekretarin e forcave Marinës, që mbulon këto. Pra përfaqëson secili përfaqëson forcën në këtë. Dhe mbulon atë forcë. Është pozicion i rëndësishëm. Me ardhen e Trumpit në pushtet, ajo çfarë ka ndodhur është që këto pozicione janë kthyer dhe normalisht deri para disa kohësh këto pozicione ishin pozicione profesioniste. Pra, sepse ti mund ta vësh sekretarin e mbrojtjes e vën ministrin e vën post politik. Po zëvendësministrat nuk mund të jenë post politik. Duhet të jetë patjetër profesionist. Okej. Dhe deri më dje ka funksionuar kështu. Me ardhen e Trumpit, nën sekretari i mbrojtjes për Marinën, po flasim vetëm për këtë për Marinën, është zëvendësuar nga një profesionist, zëvendësuar nga një biznesmen. Ky zotëria është biznesmen. Nuk e ka haberin e ushtrisë fare. Dhe është mik i Trumpit. Është mik i Trumpit. Po, është mik i Trumpit. Dhe Trumpi është biznesmen që ka bërë biznese me Trumpin. Është mik i Trumpit. Dhe Trumpi e vuri atje për t'i bërë nder mikut. Pra mikun e vuri. Po, e qartë. Dhe këtu vim të ajo që të mënyra e funksionimit të qeverisë demokratike amerikane. Pra i bëri miku nder dhe e vuri aty. Ky nuk e ka haberin e flotës. Nuk e ka haberin si funksionon flota. Këtij duhet të paktën 2 vjet në atë detyrë që të marrë vesh se si funksionon flota detare amerikane. Ky pa bërë një vit nuk ka asnjë kapacitet të di se ç'ndodh në flotën amerikane detare, sepse nuk bëj lla për flotën shqiptare.
Po. Që kemi vetëm 4 anije, 6 anije. Pra bëhet lart për flotën më të madhe detare